Ndezi sërish tensionet mes palëve. Opozita bllokoi foltoren e kuvendit duke mos lejuar raportimin e avokatit të popullit. Shkaqoi më pas edhe në ndërprerjen dy radhazi të punimeve të parlamentit. 5 minuta pushim derisa të lirohet foltorja. Kreu I opozitës Sali Berisha ka akuzuar gjykatën kushtetuese se është thyer në një rregull të qeverisë. Ai shprehet se kjo gjykatë me vendimet e saj është një nga shkaqet kryesore që qytetarët prej 15 vitësh po protestojnë në bulevard. Para dyrëve të SPAK-u paraqit sërish në zbatim të masës së sigurisë detyrim paraqitje në lidhje me dosjen Partizani. Kreu Demokrat Berisha hodhi akuza në drejtim të kushtetueses. Ajo gjykat ka detyrim ligjor që masat e sigurisë të shfrytojnë afat maksimumi 3 mujor, shqyrtimin e kërkesës time për në tetor. Do me thënë, në kohë tuaj 10 muaj. Berisha e akuzoi kushtetuesen se vajti në fuqi amendimin e ligjit për zonat e mbrojtura. Pavarësisht